Dhe tha sallallahu alaihi wasallam, ato që ka mendje madhësi, që mbahet i madh para njerëzive, mbahet i madh para xhamatit, mbahet i madh para kujshive, nuk i viziton as në Ramazan, nuk i viziton as në Bajram, nuk i përshëndet me selam. Si ti japin selam qerët mirë, nëse jo vazhdon rrugën. Unë jam ai i cili duhet të më japin selam. Me lën pak më poshtë hidhrohet. Unë kam vendin kryet vendit. Subhanallahu, dikush bëhet mu tekebir edhe para bashkëshortes vet, para bashkëshortes. E torgjon, nuk e respekton, e nënshmon, e poshtërson, duke mendu se e dikush jam unë, i cilës familje, me çfarë shkolle jam unë, çfarë pozite kam unë, sa pasuni kam unë, kush je ti, kush a familja ite, kështu. Këto janë të gjitha vese dhe vezvese të shejtanit, të iblisit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mutekebiri, ai që mban menden veten në të madh, ai mendje madhi, në ditë mahsherit, e dinin çfarë forme do dale para Allahut xhalal dhe para njerëzive, gjithaj burri i madh, gjithaj njeri që ka qenë i madh, po mendje madh ka qenë më shumë se ka qenë i madh. Se i madh është vetëm Allahu dhul xhalal. E Allahu dhul xhalal thot, ato të cilët e mbajnë veten poshtë dhe janë modest për hir të Allahut, Allahu do t'i ngrenë. Ndërsa ato që mbahen në të madh, Allahu do t'i mposht në dunjë dhe në ahiret. Po më mposhtje do të jetë për ata në ditën e mahsherit. A dini çfarë fizionomie, në çfarë syreti, në çfarë fotografie kanë me dalë mutekebirët që kanë pas një ves prej vesit të shejtanit, do dalën në formën e bubrecit. Bubrec, miza përdhesi, njeri, po aq i vogël, në formë të njeriut, ama aq i vogël sa bubreci. Pa ka mundësi njeriu kretë të mlidhe çast bëhet i vogël sa bubreci? Po valla, Allahu dhul xhalal e zvoglon dhe çat do ta njohin njerëzit. Filani, subhanallah, filani, kaq i vogël sa bubreci? Po valla, ai madh që është mbajt i madh sa bubreci do të shkilet në përkam ditën e mahsherit. Ta marrin në përkam një, kur ta shohin, ka ta bëse shkelën një njeri, ka ta bë, ai filani, po pse ve kështu i vogël? A di pse i vogël? Se në dunjë është mbajt i madh. Ai që është mbajt i madh në dunjë, në çdo farë mënyre, në çdo farë forme, në ditë të mahsherit do të mirret në përkëm të njerëzive, çashtu si mirën në përkëm mizat në tokë. Çashtu do ta mposht Allahu dhul xhalal ato i cili nuk ju ka përkul Allahu, nuk i ka rënë sesh dhe krijuesit, duke thonë se nuk ka nevojë për mua. Ai qetri u ka mbajt i madh, nuk ka xhru në udhbila. Ai qetri u ka mbajt i madh, çka ka lidheve? Kush do se të punojë, si kanë punuar, ne të punojnë edhe ata. Nuk e jep zakatin, nuk ju ndihmon fukarave. E kështu me radh, pra është një ves i papëlqyeshëm te njeriu, pra ai është e kibri, ku shejtani refuzoi urdhnin e Allahut dhul xhalal duke u mashtruar nga mendje madhësia.